deputet të Krahut të Djathtë, të Qendrës Djathtë, dëgjova për herë të parë faktin që insistohet që të gjitha prokurimet që bëhen brenda BE-s apo dhe vendeve të cilat do të antarësohen në BE, që janë ndërtuar, duhet bëhen brenda BE-s. Pra, këto nuk duhet i jepen, nuk duhet të kalojnë jashtë BE-s. Edhe këtu kam përshtypjen ti referohesh kinezëve ose rusëve ose arabëve? Unë në rreth të parë referohem faktit dhe këtë ngrita edhe në Bruksel, që në Shqipëri nuk ka prokurime. Po, dohen në mënyrë të drejtë për drejtë. Janë në mënyrë të drejtë për drejtë, këdo kryeministri, kujdo kryeministri dhe kush mund t'i japi favor kryeministrit duke bler ai influenca për një takim në Shtëpinë e Bardhë. Dhe këtë po bën ai. Por në rastin aktual, për shembull, ne kemi të qartë faktin se si Porto Romano i është dhënë një kompani kipriote që tashmë ka dalë lidhur me një kompani ruse. Dhe këtu kemi interesin rus. Ka lajme të tjera për kompani kineze të cilët po hyjnë në Shqipëri jo nëpërmjet të tretëve, por është në mënyrë të drejtë për drejtë direkt duke ja dhënë kinezëve. Së fundit kam pasur një lajm të fundit për një kompani tjetër e cila bënte transportin drejt brigjeve të Italisë në Shqipëri. Dhe edhe kjo mund të jetë dhënë kinezëve. Pra, kur Bashkimi Evropian insiston që këto tenderat, prokurimet të bëhen drejt vendeve të Bashkimit Evropian, natyrisht atë gjë që kanë nxjerrë tryeza e këtij komisioni të vogël që ka shqyrtuar vendet jo anëtare që po antarësohen, ka qenë fakti që Porto Romano, Porti Durrësit dhe shumë të tjera apo Smart City të tjera po ipen vendeve të cilat nuk janë anëtarë të Bashkimit Evropian. Madje në rastin e Porto Romanos dhe Bashkimi Evropian hapur është i ndjeshëm për këtë. Është kundër kësaj, sepse për sa kohë që ti pretendon të antarësohesh, apo siç thoshte zoti Rama në 2007, në 2009, tash mund të jetë edhe pas 2030-s, sepse dhe ai e ka ndruar refrenin për arsye të asaj çfarë po ndodh në Bruksel. Natyrisht që kjo të bën të mendosh që Bashkimi Evropian tashmë po ja vën kufirin te thana. Dhe fundit, në lidhje me këtë që duhet ju them, është takimi i BEFT, kërkesa për një darkë private, kur presidenti i Këshillit të thret privatisht në një darkë, sepse ai nuk ishte takim zyrtar, që bëhet si vizitë zyrtare. Da Costa, ish presidenti i Portugalisë, dhe mbi të gjitha, kur ai është një nga personalitetet kryesore të Internacionale Socialiste, sepse kjo duhet theksuar, ajo tregon qartë më pas që zoti Rama natyrisht ka shkuar atje për të marrë një kritik mjaft të fortë, por nga informacionet nuk ka qenë vetëm kritik, ka qenë fjala e fundit që në qoftë se nuk ndryshon rrugë, sidomos për sa i përket imunitetit të zonjës Balluku, e para dhe e dyta sulmeve ndaj gjyqësorit dhe drejtësisë, atëherë Shqipëria do të ketë sanksione të cilat mund ta çojnë në 92-96-ën.